jam këtu me Ramanandi dhe në fakt sot është data 21 dhe dita ndërkombëtare e jogës. Ramanand, si është dita sot? Sot është ditë e bekohme për mua, e kam shijuar shumë jogën, u bona 37 vjet që e bëj me fjalë edhe është me vërtet bekimi më i mirë për fizikun, për mendjen, për gjithçka. Po unë desha t'ju falenderoj juve për këtë vend të mrekullueshëm. U bona kaq vite që e gjej natyrën, por nuk e kam pa këtë lum kaq i pastër, këtë natyrë, ky ajër. Është një bekim i vërtet. Ne nuk e dinim, por me vërtet që nuk e dija që ka Shqipëria vende kaq të bukura. Fakt Shqipëria ka vende shumë të bukura dhe ja vlen që të eksplorojmë her pas here dhe në fakt është një aset i madh që kemi dhe ne këtu për të ndarë jo vetëm energjinë tënde, por edhe sa teknika yoga meditim që ne do t'i ndajmë më vonë. Si dita ndërkombëtare e jogës, por mos kujtohemi dhe të ndërgjegjësohemi vetëm në festa të tilla, por në fakt kjo është një maraton që ne do të punojmë çdo ditë me veten tonë. Ose bëre për ditë, po desha më thonë se meqense kemi çka muzikë që është ujtë. Kjo është meditim vetë. Ka pranë, kur lëviz diçka, kur lëviz ujti ka shumë pranë, ka me energji. Ne e mërzitemi kur na bie poshtë prana energjia. Kur ngjitemi lart, tash asnjë nuk shikon në fytyrë të mërzitur, ja. Tregoj gjithë tyra, gjithë janë të qeshur, është vetë jo energjia. Kur bie poshtë je pesimist, mërzitesh, edhe bolla veprime që nuk janë mira. Ramanand, për ata që nuk kam praktikuar asnjëherë yoga, pse do t'ja sugjerojmë jogën dhe çfarë është yoga në vetë, ëh? Se e dëgjojmë gjithandej është bërë komerciale ndonjëherë, po çto? Yoga është një fjalë shumë e madhe, është unifikim me natyrën tonë, me realin tonë, jo me iluzionin, me lumturinë, se natyra jonë është lumturia, prandaj ne mërzitemi. Nuk na pëlqen mërzitja, duam ta heqim mërzitjen, sepse natyra jonë është lumturia. Prandaj ne kur smuremi duam ta heqim smundjen, mërzitemi. Se nuk është natyra jonë smundja, duam ta heqim. Dhe yoga ta jep të, lubrifikon trupin, e gjallëron, hyn pastaj me çakrat, me këto qendrat astrale, edhe lart e më lart, rrit shumë meditimin, shton paqen, derisa arrin me fjalë lumturinë maksimale. Është e realizueshme për çdo një. E të ruash vetdijen është. Çdo punë që bëj me vetdije, mos shikoj sa do fitoj, sa do bëj, çfarë do përfitoj unë, egon. Me vetdije bëj më të mirën, nuk të Zoti pa gjë, nuk të universi pa gjë. Do ta marrësh shpërblimin. Dhe në fakt ne kur bëhemi në versionin më të përmirësuar të vetes, shikojmë që jo vetëm do ndihemi më mirë, po bëjmë gjëra që edhe ata që na rrethojnë ne të ndihen mirë, të japim, pra shërbim jo vetëm për të përfituar nga ana ekonomike siç Ramanandi e tha, por në një le të themi në një të mirë më të madhe se ajo e asaj egos personale apo të përfitimit personal. Do të shikojmë që bekimet në veten tonë do të vinë dhe do të shtohen nëse ne jemi versioni më i mirë i vetes dhe në thelb të gjithë kësaj është dashuria, të bëjmë çdo gjë me dashuri. Ne shohim çdo gjë më mirë. Kur ne përmirësojmë veten, nuk i shohim sipërpara. Ndryshon. E shohim çdo gjë, siç e shef nëna fëmijën e vet. A do të keq ta ketë shef, po jo është i shkathët, nuk është i dëm. Por kjo vjen me punë, mindseti, ndryshimi i mindsetit sjell mënyrën se si ne i bëjmë dhe i shikojmë gjërat, jo vetëm te vetja, por edhe te njerëzit që na rrethojnë. Të vetëdijshëm, mirënjohës, të thjeshtë, se me thon drejtën, gjërat e domosdoshme ne ka pru Zoti. Ai që na ka nxjerrë dhëmbët, përpara se na nxjerrë dhëmbët ka menduar për ushqimin ton. Po ne duam të pric. Po të pricës ta jep se është helm. Edhe ujin po ta pim me tepris na bën dëm tani. Edhe unë të provoj çfarë. Kështu që ne po na shnon ora 6 edhe përveç se do bëjmë yoga meditim tani, kemi parashikuar që në orën 8:15 do kemi dhe një ritual, mund ta quajmë? Jagna është një ritual mirë vjeçar, quhet Agniotra. Është shumë i thjeshtë për të bërë, rreth 5 minuta zgjat me piramid bakri që thith edhe energjinë, po edhe është antiseptike. Bajga lope të thata janë antiseptike, gjarë pishkrir lope është antiseptik dhe orizi integral në periudhën ku perëndon dielli që është në balancë planetet, pra ka një energji shumë të madhe, themi dhe mandrën dhe pastron atmosferën, pastron viruse, edhe jo vetëm për këto fizike, por edhe mendore. Vese, tjera, ato që pinë cigare apo në një që të heqë, ajo i largon. Ti e përqendrim, ti e pranë dhe shishtanet të ngren nakt. Bën me optimizëm. Se prana është jeta. Ore tani ata që na dëgjojnë thonë ky Ramanandi këto gjërat e çuditshme i ka sjell nga vetja apo i ke mësuar diku? Ja, i kam mësuar diku, por i kam nga eksperienca. Nuk i them vetëm nga libër. Eksperiencë vlen të theksohet dhe jashtë Shqipërisë. Po, është e vërtetë, se shiko. Ku kam ej dorë nga miqi këtu e gati 40 vjet përpara, njerëzit thonin ky nuk është normal, ishte komunizmi, ju si keni arritur se jeni trinj. Atëherë ne merrshim 1 kilogram mish
në javën e muaj, po s'ka qenë. Që ka qenë luks. Ndaheshim ne nga familja që të merreshin 2 racione. Edhe mos haje mish, thoshin ky s'është herezi. Po edhe nuk flisja në fillim. Po me vite e pash ju përmisova. Nikën shumë aktivitete e gjona, u bona mirë fizikisht, edhe fillova duke këshillu, duke rekomanduar që hiq dorë nga mishi, nuk do mishi mirë, të bë më shumë dëm. Edhe këto gjëra të tjera pastaj me radhë, fillova përmirësohesh, nuk ke nevojë ta kërkosh lumturinë jashtë. Lumturinë e kena mrena. Dashurinë e kena mrena, Zotin e kena mrena. A shkon me kërkuesar në ikni. Shko në qiell, shko ku duhet, kërko planete sa dush. Asi që... Nuk kishin infektu nga radioaktiviteti. I bojnë bajka si gëqerë, shumë e dy. S'ka shkuar 5 minuta akoma. Do të des më para. Punone? Shkakë? Nisë ajo tyre? Shkresja? Kjo. E ka vry me gjallë shkrit. Gjallë të shkrit lope, gjikit e një. Çfarë është ky rituali, Ramonan? Kjo është një jagna mira e vjeçare për pastrimin e atmosferës. Dihet që atmosfera është baza gjithçkaje. Ku është atmosfera e ndotur, gjithçka është e ndotur. Pastron ujrat dhe më e forta është që e kthem negative në pozitive. Nuk e eliminon, e transformon në anë vibrimeve që bëri edhe ylli. Përveç saj, kjo eliminon dhe defekte ndryshme që nuk ketë njeriu, ato veset e ndryshme. Në një Dhe antiseptik i mrekullueshëm. E kam mbryr me këtë, të djeg pak, bile njëri u vra keq, duke dy për peshka te i merë, ju morën ment e burrë kur i bëlan, i doli kjo llop më fare. Edhe ja bona me qashme, nuk i thash bajt lope, se po ti thuj bajt lope, më thash u shilash i mirë indian, ju shru herit nesër më falenderoj, tha, po qa ishe bajt, thash. Nuk e duna shumë. Janë mantrat që thuhen ato që e energjisojnë. Po edhe mandrat, po edhe kjo... unë dëgjova të një ceremoni. Zjarri edhe dielli po kajton zjarri. Edhe syri po kajton zjarri.
ta duhet të shkoj. Dhe këtë vibrime dhe këtë, të hetë orizin, no? Në shkojnë? Në dhja larmë, që kam bona larmë. Jo, 2 minuta. 2 minuta? Po ma shumë në shkëdijë gjitha. Nësë më ora shumë, që të marrë në vesh. Kaq shpejt, dhjë se kam vinë në gjak shpejt. Po bime të shumë e mirë, po t'ja bosh do t'i hullësh domadeve të do madha ka tjere shije, bio që të mirë, largon gjithë herë në këtë minon dhe ka shije tjetër. Unë kam salure në shpi, se për toj t'ja ndroj dhe, unë kam 25 vjetë me ato vazo, e hullës shumë ka qitë. Unë ta hullësh të ujë, e bon ujën alkalin, unë pas trosh për menjë, i hullësh unë pas e t'ja në të liqenit Tiranë që është i qetur, i hullë pak shu dhe jam la dhe asë i gjosë për gjithë. Asë një pushu që thonë këto bojnë pensionit. Po, sigurisht është i besimi luron e vetë, se pa besim është adhamë të dojgjo. Që zodit që kam në besim. Agna jes mua, agna jej damna mama, Raja pata jes mua, Raja pata jej damna mama. Ashtë të gjojë të pise me shëndime dhe duke e do vibrime të gjojnë. Mund të shohë që edhe pa i mbrur që e pike dhe bënë si oshtrim të atakën të zjanë. Edhe doktorit këshillonte hirin e drurit. Si gjyshe bajame, ka përdorshe, tutorit. Du them që e njofin të hirin. I'm a shark, are you? Are you? Pesco, pesco. Daar gewoon komt hier? Kom op, hier komt hier.
Po. Ujtë me gëlloshëm, i ftohtë, i pasër, i tishëm. Thanks. Bëjnë që nga fillimi? Shko qa vibrime, shka shi si ngrijet që. Vibrimi, po. Ha. I që qikë më zemë, shtu pak ati. Brenda. Me këtë bindemi që vibrimet janë. Ti, Se shtu pak ti. kur nuk e shikojmë ujtin, nuk bindemi. Kur të tashi bindemi. Shko si duket me sy ajo? Se njerëzit du të shohin me sy. Si lëkundet ky uji këtu, lëkundet edhe brenda qelizave Bravo, tona. bas. Uji që është brenda, i Interesant. bën e? reset. Se kisha parë në herë këtë. Ky ujtë për ta pitur ti ti mirë. Se ka fituar Po, shumë. energjizon. Energjizon. Po mushit e bregu? Po. Ti da po ujtë. Shtu pak ti. Kur nuk e shikojmë ujtin, nuk bindemi. Kur të tashi bindemi. Shko si duket me sy ajo? Se njerëzit du të shohin me sy. Si lëkundet ky uji këtu, Ramanand, sa e rëndësishme është që ne të hamë shëndetshëm dhe si ndikon ushqimi për një person qoftë që merret me aktivitet fizik apo me spiritualitet? Yoga i vë shumë rëndësi ushqimit. Jo vetëm që ushqimi, në fjalë, 90% e ushqimit del jashtë, dim ne. Ne ham shumë më tepër se duhet, sa duhet po. Esenca e ushqimit bëhet mendje. Dhe po ti shikosh edhe kafshët mish nëse janë të hegër atë nuk kanë. Se po shohësh lopën derën janë të qeta në paqe. Prandaj jogut i vë rëndësi jo vetëm fizikut, po qetësisë mendjes. Prandaj ato meditojnë, të vinë pa mendime që bashkohen me universin, edhe ndjenja të paqet. Pikërisht mendja qetësohet. Qetësimi i mendjes është arritja më e lartë e jogës. Në fakt yoga fillon kur merresh me mendjen. Hapet e para këto ushtrimet to janë si thosh themeli, akoma s'ka filluar. Kur fillon përqendrohesh, fillon yoga, meditimi dhe pastaj arritja më e madhe që është bashkimi me universin, me natyrën tonë. Pra ka rëndësi ushqimi se të qetëson. Po nuk të bën të plogusht. Të plogusht të bëjnë ushqimet e mishra, të djegura, të Të alkoolit. plogësh të bën rënje energjisë, ëh? Në momentin Pikërisht, që ne bravo. kemi rënje të energjisë, atëherë Bravo, fillojmë se- ne ndjehemi të plogësh, nuk Ka kemi diçka që unë nuk desha të thosha se jo të gjithë e kuptojnë këtë, se kur ne ham, kur do tretur ushqimin do shpenzohet një energji tjetër, nuk tretet ajo kot. Dhe kjo energji, jo kupton që është u lart, amrita në çakrën e sipërme, është si bateri dhe kjo e tretë. Kur ham ushqime të rënda, misha kjo ne konsumon të gjithë me këtë. Nuk e na vën, nuk e na bër dull, si thënë, si përgjumësh. Kurse jogu nuk është i përgjumësh, jogu është shumë energjik, po më parë bile ku haja mish, qosha në 8-9, tash që në 4 jam gjath dhe deri në darkë. E gjithë është 2 fish i moshës. Po të llogarizim atëherë që isha 25 vjeç, tash jam 65 vjeç dhe jam më edhe në mirë. fakt na sfidon gjithë për energjinë që ka dhe për t'u larë në ambiente që ne themi është shumë ftohtë aty te lumi, ndërkohë që Ramanandi lahet edhe në temperatura shumë të ulta, po madje edhe me akull dhe me borë kemi Po parë. aty po e gjej dot, do gjejmë ku jemi sot nga Dibra, thanë që kanë ca liçene Akull na jo. akullore, rrezik. Kemi dhe një shanse. destinacion sekret diku Ashtu, ande nga Mokra për të parë 2 liçene akull majore në vazhdim.
Pra si që thamë, pjesa më e vështirë është të mbajmë në kontroll mendjen dhe në momentin që ne mbajmë kontroll mendjen, ne kemi mundësi që të disiplinohemi, të përmirësohemi, të punojmë me veten, të bëjmë versionin më i mirë i përmirësuar, sepse nëse ne kontrollojmë mendjen, ne kontrollojmë vestet, zakonet dhe çdo gjë tjetër. Ke sukses dhe në punë, dhe në jetë. Më produktiv. Shumë produktiv, po përqendrime, ne kur shajmë në një që ç'është ky, po them budall apo kështu, është jetuar. Dhe ai përqendruar e kupton. Dhe bile shkenca shkon më lart te yoga, se nuk është për të thonë gjitha, po nëse ke përqendrim 3 minuta, e skanon gjithçka. E skanon 3 minuta po trimënia ta lëviz, e skanon se gjithçka flet, edhe lumi flet, edhe bima flet. Materia është në lëvizje, çdo gjë është në lëvizje. Gjithçka është një ori, po nëse kuptojmë, tash është zbuluar me këto fizikat e fundit që është kuantike, që gjithçka ka vibrime. Edhe ne po na zmadhosh, dalin organe, dalin qelizat, pastaj dalin vibrime, pastaj asgjë. Vibrimi është rrënja. Edhe yoga hyn tek rrënja. Është e njëjta gjë kur ne në fakt praktikojmë home chanting, që çdo gjë është frekuencë. Është që ne vibrojmë në të njëjtën frekuencë me tingullin e natyrës, me natyrën, me universin, vibrimi rritet, energjia rritet dhe sjell një gjendje më të mirë, jo vetëm emocionale, por edhe fizike. Për këtë mandrën edhe lutjet nuk janë kosto, shumica nuk i besojnë se duan një gjë kështu duket. Po është provuar dhe nga shkenca. Kjo ndryshon vibrimet, aurën, manda ndryshon. Me lutje pa lutje. Mas asaj ndryshon tjetër formë ka aparatet që e gjen atë. I edhe kafshët e kuptojnë. Po të bësh ta mandat e lutje, të vjen macja vet, por nuk ka frikë. Afrohen, po. Ka e ndjen atë paqen dhe dashurinë. Kështu. Ky është mesazhi për juve dhe për gjithë ne që ta bëjmë në përditshmërinë tonë si një zakon të mirë. Dhe në fakt për të ndryshuar zakonet nuk është një çudi e madhe, mjafton 21 ditë. Ne ta bëjmë një gjë rregullisht, ajo do të kthehet në një zakon të shëndetshëm. Ju përshëndesim dhe shihemi në video të radhës. Namaste. Mos kena stop, tu është qef bio zemra, hajde. Vera nga Parisi. Po, direkte nga Parisi. Shoqjet e Gimit nga Parisi.
Ramanant, dëgjojmë her pas here që thuhet prana. Ora në fund fare, çfarë është kjo prana që dëgjojmë gjithandej? Prana në sanskrisht është jeta. Ka në te Vedanta ka një histori, ku mendja hiku, doli brodhi, kur erdhi e gjeti trupin në jetë. E tha, po juve, si po jetoni, kush po ma? Ishte prana, i thanë këto. Edhe atëre edhe vetë thonë që prana është më lartë e se mendja. Sado që mendja ka fuqi të jashtëzakonshme, është prana që jep ajo energji. Disa vende tjera thonë Brahman. Prana është Brahman, pra është gjithçka që ka jetë, por nuk është vetë jeta, është ajo që i jep jetë gjithçkaje. Për shembull kur pret barin, e ndjen një aromë, aromë të ndafilit. Që të mbush me jetë thonë. Po, është oksigjeni, por nuk është oksigjeni, e mban oksigjenin. Është tek ujiti, për shembull tamam me që jemi në lëvizje. Ky ujiti për shembull ka gjallëri dhe ka pranë. Po të pish ujë bidoni, ai s'ka gjë, është si i vdekur. Ose ai qumshi që rrinë për kuti që jeton 2 vjet, ai s'ka pranë, nuk ka jetë. Ushqimet e supermarketit nuk kanë pranë, biskota, keke, ato janë të ëmbla. S'ka në atë pranë atë jetën siç e ka një kumbull apo një peshk apo një frut që ke këtu direkt. Ka jetë. Bile si shton këto. Se shkenca është e thellë dhe ato kur t'i japin diturinë të japin pak nga pak si mas kapacitetit që ke. Po thonë dhe kur lë trupin, që lë shpirti prana del. Prana hyn, prana del. Prandaj kanë ca si Krishti për shembull ose tjerë profetë që i ngjanin, fusin pranë, fusin jetë. Çdo organ punon me pranë. Mund të themi edhe diçka për frymarrjen, fakt me që dolëm te kjo pjesa. Ajo gjëja që ne marrim nga fillimi i jetës deri në fund të jetës, në fakt është frymarrja. Apo frymarrja është pikërisht në ato momente që ne ndihemi të stresuar, duke ndikuar negativisht në shëndetin tonë, qoftë psikologjikisht për ankthjen apo depresionin. Sa e rëndësishme në fund fare është kjo frymarrja dhe ca ushtrime që mund të bëjmë për frymarrjen. Po pyetni tamam, duket që e kuptoj këtë temat, se ne marrim frymë, por marrim frymë në mënyrë të pandërgjeshme. Kurse pranayama merr me ndërgjegje, me vetdije, ndjen pranën, merr frymë, je këtu, nxjerr frymën. Merr frymë, nxjerr frymën. Kjo me vetdije e rrit shumë këtë pranën që po themi ne dhe prana dhe mendja janë si krahët e një zogur. Nëse kontrollon pranën, kontrollon dhe mendjen. Ne mund të bëjmë një provë, po të marrim ta kemi mendjen te fryma ne, mendja pushon. Ose po të mendojmë ne diçka me mendje, për shembull zhurmën e kësaj, frymarrja pushon. Janë të lidhura këto. Po më shumë për perëndimorët, meqense kanë vështirë të kontrollojnë mendjen, se mendja është gjë astrale, nuk duket. Ne kontrollojmë pranën. Prandaj bëhet pranayama, merr Një ushtrim të thjeshtë për shembull një ushtrim që ndikon në reduktimin e stresit të ankthit? Po, frymarrja ritmike është e mrekullueshme. Merr frymë për 4 sekonda, mbushur. Mbaj pak, po e mbajte 4 sekonda më mirë. Nxjerrë për 4 sekonda, po ti je këtu, ë? Tuje, asgjë tjetër. Edhe ri pa frymë për 4 sekonda. Merr prapë për 4 sekonda. E mban 4 sekonda. E nxjerr 4 sekonda dhe ri. Kjo edhe ka rikord. 4. Po, kjo një. Do vërtoj frymarrjen shakome e thjesht. Vetëm e vërton frymarrjen, nuk e manipulon, të marrësh kaq. Sa tjetër pa ma je këtu. Hyri fryma, doli fryma. Tu. Edhe mendja qetësohet. Do gjesh paqe, do heqësh shtretin, do fillosh shtetin, do zhduken gjithë sëmundjet. Prandaj them që është bekim i madh, nuk e them për ta mburr, nuk kam unë asnjë. As me jogën, as për këtë unë shoh atë të mirë. Janë në fakt efekte shkencore që kanë vërtetuar që frymarrja ndikon pozitivisht në shëndet të mirë mendor, por edhe fizik. Kështu që praktikoni sa më shumë pranayama dhe me vetdije. Është shumë e rëndësishme që yoga çfarë bën, që ne jemi në këtë moment këtu dhe tani. Sepse gjatë ditës ne nuk jemi të ndërgjegjshëm që marrim frymë. Ma more nga mendja, se në fillim bën këtë frymarrjes, merr frymë, bile ato kanë ca mandra, për shembull soham, ku merr soku që mos harrosh Zoti të jesh mirënjohës. Pastaj këtë praktikon gjatë ditës, kur janë timon, pse bën aksidentet. Se mendja fluturon aty. Ai timonin e ka këtu, mendja fluturon që thonë të mos vjen celular tash i thonë se merr 200.000 lekë gjobë edhe overthinking është gjysma botës sot. Se po ti je këtu, ku bën gjellën, ku bën atë, kjo quhet yoga. Pa çdo punë e bër me vetdije, me devotshmëri të çon në perëndim. Me dashuri, është shumë e rëndësishme se aty del rezultati më i madh pastaj që edhe ai gatimi kur bëhet nga nëna tona apo nga familjarët, me shumë dashuri na shijon më shumë, ë. Po ne themi parajsa theri.
qofse ke dashuri. Qa frikë do kesh ti? Qa do të bëj feri ty kur ke dashuri feri vetë? Dashuria është Sheri do ketë frikë vetë nga dashuria. po ma shkujt i zjarën këme. Dashuria është e gjitha, është pak natyra jo dashuria. Ne kemi humbur, dashuria është e lindur, urrejtja është e mësuar. Dashuria është e lindur, ne mësojmë urrejtjen këtyre. Këtë armiqësime, ky kështu, ky ashtu ndrofe, dashuria është natyrën tonë. Qive dhe i kafshti, është e Por dashur. largimi nga natyra dhe jeta sedentare ka bërë që dhe shumë elementë të tjerë të kontribuojnë në këtë pjesë që ta harrojmë atë dashuri që realisht ne kemi brenda vetes. Jenë bo si robot njerëzit. Ndjekin që ndjekin, nuk din që ndjekin. Shohin Rutina. tjerët, 99.99% nuk kanë arsye, nuk arsyetohen. Thjesht me që e bëri ky ta bëj dhe unë, me që o veç ti të bëj dhe unë. Është Është efekti turmës kjo në fakt, ë? Efekti turmës dhe shumica për shembull shoftë sa shpenzojnë për veshje, për këto për kot. Por në fakt nuk janë mirë brenda. Po kush më mirë se të ecë zbadhur? E shkarkon gjithë negativitetin. Ku ka si nëna tokë? Ku Do gjen si flasim ky në pa? fakt në video tjetër pse është i rëndësishëm ta gëzimi.